Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja sa filxhan dhe kur është koha ideale që duhet të pinë kafen të moshuarit, e vërteta që duhet të mosoni. Gjatë shekullit të 17, pirja e kafes dënohet me humbjen e jetës. Në atë kohë besohet se kishte efekte të ndryshme të mendjes. Për fat të mirë, tani mund të pimë kafe sa të duam, por ende ka pasur shumë diskutime rreth asaj se sa kafe është e sigurt për t'u pirë gjatë një dite nga personat e rritur dhe të moshuarit. Një grup shkencëtarësh nga Gjermania kanë zbuluar se kafeina bën që qelizat në enët tona të gjakut të reagojnë në mënyra të caktuara. Përmirëson mënyrën e funksionit të këtyre qelizave dhe i bën ato të performojnë si atomë të reja. Studiuesit besojnë se sasia optimale e kafes që duhet të mbahet për një zemër të re është jo më shumë se 4 filxhan kafe në ditë, kur nuk merrni doza të tjera të kafeinës. Gjatë viteve, studiuesit kanë vërejtur se pirësit e rregullt të kafes kanë më pak të ngjarë të preken nga kushte të ndryshme shëndetësore. Lista përfshin sëmundje të zemrës, goditje në tru, lëndimet, sëmundje të frymëmarrjes, infeksione dhe diabet. Një studim masiv i 400.000 njerëzve në SBA zbuloi se njerëzit që pinë kafe çdo ditë kishin më pak të ngjarë të humbisnin jetën nga ndonjë shkak se sa njerëzit që ndërprisnin kafeinën. Por vetëm tregohuni të kujdesshëm mos e teproni me pirjen e kafes. Sidoqoftë nëse konsumoni në doza të larta, shkalla fillon të lëvizë drejt rrezikut. Njerëzit që pinë rregullisht shumë kafe mund të jenë duke përgatitur për disa ndërlikime shëndetësore. Pirja e më shumë se 6 filxhan kafe ose kafeinë çdo ditë mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve në zemër deri në 22%, sipas një studimi të publikuar në Health.com. Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 filxhan kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina që mund të jetë dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë adhurues të kafes ngarkojnë pjetë e tyre me sheqer dhe krem që të shtojnë kalorinë dhe yndyrën. Ndërsa është e vërtetë që sasia e duhur e kafes së zezë zvogëlon rrezikun e diabetit, duke shtuar ëmbëlsues, krem dhe aromatizues, mund të rritet kështu niveli i sheqerit në gjak dhe mund të ndikojë negativisht edhe në jetën tuaj të përgjithshme. Kafeina është një nga ato bekimet e jetës pa të cilët vështirë se mund të hapim syt, shumica e personave konsumojnë atë menjëherë apo zgjoheni. Por sa kafe duhet të pimë në ditë? Kafeina është një nga stimuluesit më të vjetër të njerëzimit, për shkak të efekteve që ka në zemër edhe për qarkullimin e gjakut. Kur flitet për numrin e kafeve në ditë, fokusi është kryesisht te efektet e kafeinës dhe presionit të gjakut dhe ritmit të zemrës. Nëse gëzoni shëndet të mirë, 4 deri në 5 kafe në ditë të shpërndara në orare të ndryshme janë normale. Njerëzit me probleme të tensionit të lartë ose me presionin e gjakut mund të pinë gjithashtu kafe, por jo në të njëjtën sasi. Mjeku Christian Engelbert në Basel në Berlin thotë se njerëzit e shëndetshëm, kafeina ka efekte pozitive edhe në shëndetin e zemrës. 3 studime kanë treguar se ka një përfitim në funksionin e zemrës nëse pini kafe për një periudhë më të gjatë kohore. Por çfarë ndodh nëse pini shumë kafe? Toleranca ndaj kafes ndryshon në varësi të personave. Nëse jeni intolerant ndaj kafes, mund të keni këto efekte anësore si aritmi kardiake, djersitje, dhimbje koke, dhimbje gastrike. Megjithatë, nëse pini shumë kafe gjatë ditës, mund të përballeni me këto pasoja: aritmi kardiake dhe takikardi. Po sa filxhan ka një filxhan me kafe dhe sa kafeinë përmban ajo? Përmbajtja mesatare e kafeinës në pjetë me bazë kafeina mund të ndryshojë në varësi të përgatitjes, pjekjes dhe cilësisë së kafes suaj. Ekspertët këshillojnë që nëse doni të keni një zemër të shëndetshme dhe jeni në moshën e thyer, mos i kaloni më shumë se 2 filxhan në ditë. Vetëm kështu do të merrni përfitimet e saj. Për miliona njerëz, kafeja është një pije e parapëlqyer, por pavarësisht efekteve pozitive të saj, kafeja e tepërt mund të shkaktojë dëme të mëdha. Shumë kafeinë mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut dhe efekte anësore si marramendja, tronditje, dhimbje koke dhe rrahje të zemrës abnormale. Fal një studimi të kryer në Universitetin e Australisë së Jugut, tani kemi një kufi maksimal për të përcaktuar se sa kafe duhet të konsumojmë për të mos u prekur nga sëmundjet kardiovaskulare.
Për të ruajtur një zemër të shëndetshme dhe një presion të shëndetshëm të gjakut, njerëzit duhet të kufizojnë kafen e tyre në më pak se 6 gota në ditë, bazuar në të dhënat tona. Gjithashtu, ishte pika e rrotullimit ku kafeja filloi të ndikonte negativisht në rrezikun kardiovaskular, citon Hipone, autori i studimit. Një antioksidant në kafe i quajtur acid klorogjenik mund të ndikojë në përmirësimin e funksionit të enëve të gjakut dhe të pengojë zhvillimin e pllakëzimit që mund të bllokojë arterjet. Por kafeina e tepërt jo vetëm që mund të rrisë shanset e presionit të lartë të gjakut, por gjithashtu mund të çojë në formimin e arterjes, dy faktorë që mund të rrisin shanset tuaja për sëmundje të zemrës. Prandaj, sipas këshillave të studiuesve, jini të kujdesshëm dhe mos i kaloni 2 filxhan kafe në ditë, pasi ato mund të ndikojnë gjithashtu negativisht në shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të tregojnë kujdes me kafen, sepse ajo mund të rrisë rrezikun e ataku në zemër. Për të arritur në këtë konkluzion, një studim italian analizoi të dhënat e 1200 personave nga mosha 18 deri në 45 vjeç. Ekspertët përmbledhën dhe analizuan të dhënat mjekësore në një ark kohor prej 12 viteve. Pjesëmarrësit në studim kishin një tension sistolik të gjakut që varionte nga 4 deri në 15.9 dhe diastolik që varionte nga 9 në 9.9. Gjatë studiumit italian mbi lidhjen me kafen, tensionin e lartë dhe atakun në zemër, në arkun kohor të 12 viteve, ekspertët vënë re 60 raste me probleme shëndetësore me qarkullimin e gjakut dhe zemrës. Me 80% të rasteve njerëzit përjetuan një atak në zemër, ndërsa të tjerët u përballen me ishemi, probleme të veshkave, probleme me qarkullimin e gjakut. Sipas ekspertëve, njerëzit që pinë shumë kafe në ditë janë 4 herë më të rrezikuar nga problemet e lartë përmendura. Njerëzit që pinë sasi mesatare të kafes janë 3 herë më të rrezikuar nga këto probleme. Sasia mesatare e kafes i referohet 1 deri në 3 pije me kafeinë në ditë. Gjithashtu, kafeja, sipas studimeve, rrit rrezikun e fazës së parë të diabetit dhe i çaj ullën plotësisht diabetit të tipit 2. Prandaj pjesëmarrësit duhet ta konsumojnë gjithmonë me moderi për të evituar kështu problemet që ajo mund të shkaktojë. Kafeja është një pije që secili prej nesh mund ta konsumojë gjatë ditës, por mund të ofrojë edhe disa ndikime negative nëse e teproni. Të gjithë kafedashësit duhet të kenë parasysh se konsumi i saj ka një limit në çdo rast. Por çfarë bën nëse mëngjesi të duket sikur zgjat gjithë ditën? Merr një filxhan tjetër të kafes. Kur ndaloni, shumë njerëz janë në vërtet edhe të prekur nga kafeina në trupin e tyre, madje mund të pinë ekspres edhe pas orës 22. E vërteta është se çdo gjë varet nga personi. Jo të gjithë vuajnë nga pagjumësia që të shkakton kafeja në ndryshimet e mëtejshme, por mund të ndalosh efektin e kafeinës para gjumit. Sasia e rekomanduar e kafes nuk duhet i këshilloni më shumë se 2 filxhan në ditë, sidomos të personat që vuajnë nga pagjumësia. Kafeja asesi nuk duhet të konsumohet para gjumit pasi mund të ndikojë negativisht në cilësinë e tij. Shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se kafeja është e mirë për shëndetin tuaj dhe ndihmon të merrni energjinë e nevojshme të mëngjesit. Në fakt, vitet e fundit ka pasur shumë kërkime se sa kafe duhet të pimë gjatë ditës për të pasur përfitime të mjaftueshme shëndetësore. Sipas psikiatres të Harvardit, Uma Majdo, është më mirë të pini 3 filxhan kafe në ditë. Kjo varet edhe nga problemet që keni. Sipas një studimi që përfshiu 676 burra të moshuar për rreth 10 vite, u zbulua se konsumi 3 kafeve në ditë kishte përfitime të konsiderueshme në aftësinë e tyre të njohjes dhe veçanërisht te kujtesa. Një tjetër studim i madh i Harvardit në 208.501 pjesëmarrës zbuloi se njerëzit që pinin kafe 3 herë në ditë jetonin më gjatë, ndërsa ata që pinin kafe 4 herë kishin gjithashtu gjasa që të kishin edhe më pak probleme të caktuara. Kjo ndodh sepse ata që pinë më shumë kafe të rregullt ose pa kafeinë kanë në shkallën më të ulët të humbjes së jetës, por kafeja gjithashtu duhet të pihet në bazë të tolerancës së trupit tuaj, pasi jo çdo organizëm është i njëjtë me tjetrin dhe mund të ndikojë gjithashtu në përkeçësimin e shqetësimeve tuaja trupore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos u zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.